Dhe më shumë për çështjen e reformës elektorale do të bisedojmë tani me ekspertin e çështjeve zgjedhore, zotin Andon Kume. Mirëmbrëma, zoti Kume. Mirëmbrëma juve. Atëherë, si e shikoni thirrjen e ambasadorit të OSBE-s për të nisur menjëherë nga puna për reformën zgjedhore? Kjo do thotë se nuk ka kohë shumë në dispozicion, pra çfarë ka për të nxituar? Jo, kohë në dispozicion ka, por është gjithmonë mirë që të fillohet sa më herët e të trajtohen çështjet që janë objekt, qoftë i rekomandimeve të OSBE-dirit, qoftë edhe i rekomandimeve që vijnë nga vëzhguesit vendor në Shqipëri. Gjithmonë reformat zgjedhore janë lënë për në moment të fundit dhe në moment të fundit ato kanë prodhuar pothuajse rezultate minimale dhe janë bërë pothuajse në funksion vetëm të dy partive të mëdhaja. Dhe nisja e kësaj reforme zgjedhore nëpërmjet një konsultimi publik të gjëra, ashtu siç edhe janë shprehur dy bashkëkryetarët e kësaj Komisionit për Reformën Zgjedhore, do të ishte një augur i mirë për të pasur një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, e cila jo vetëm të trajtojë rekomandimet e OSBE-dirit, që janë shumë të rëndësishme, por të trajtojë gjithashtu edhe rekomandimet dhe shqetësimet e shoqërisë civile, sepse në fund të fundit zgjedhjet në Shqipëri bëhen për shoqërinë shqiptare dhe nuk bëhen vetëm për partitë politike. Po cilat janë problemet kryesore që duhen adresuar sipas jush për të zgjidhur nga ky komision, nga kjo reformë? Nëse do të konsiderojmë raportin e fundit të OSBE-dirit pas zgjedhjeve të 2025-s, disa nga çështjet që OSBE-diri i ngresi shqetësim janë depolitizimi dhe profesionalizimi i administratës zgjedhore, që është një nga çështjet kryesore të saj, është barazimi më e madhe në fushatat zgjedhore nëpërmjet kandidatëve dhe të gjitha partive politike, mos përdorimi i buxhetit i administratës shtetërore dhe i resurseve shtetërore në fushatën zgjedhore dhe çështje të tjera. Këto janë disa nga problematikat që ngren OSBE-diri, ndërkohë ka dhe problematika të tjera të cilat i ngrejmë ne si shoqëri civile. Që janë? Ne vëmë re që ky sistem zgjedhor nuk është një sistem zgjedhor që arrin ta përkthejë realisht votën dhe vullnetin e votuesve shqiptar në një përkthim të drejtë në mandate në parlament. Është e nevojshme që të ndërhyet në mënyrën se si ndahen mandatet, pra në formulën e ndarjes mandateve, është gjithashtu e nevojshme për mendimin tim që të ndryshohet edhe ndarja e Shqipërisë në 12 rajone. Kushtetuta parashikon që Shqipëria të ndahet në rajone për efekt të votimit, nuk parashikon një numër të caktuar rajonesh, çka do të mundsonte nëpërmjet ndryshimeve të kodit zgjedhor, ndryshimin e bërjen e një harte zgjedhore në më pak rajone. Propozimi është të bëhen 2 ose maksimumi 4 rajone. Kjo do të eliminonte jashtëzakonisht shumë humbjen e votave për partitë e vogla në sistemin me 12 rajone. Gjithmonë nëse lejojnë partitë e mëdha. Dakor, gjithmonë nëse lejojnë partitë e mëdha, por në fund të fundit kjo reformë nuk duhet bërë për partitë e mëdha, por duhet bërë për shoqërinë shqiptare. Dhe një nga rekomandimi kryesor që bën OSBE-diri është të bëhet reforma zgjedhore dhe të bëhet një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, të konsultohet publiku për këtë reformë zgjedhore, pra të konsultohet shoqëria civile shqiptare. A ka çështje sipas jush në këtë reformë që duhen kaluar vetëm me konsensus, pra për të mos patur kontestime nga palët në të ardhmen? Do të ishte udhës që të gjitha çështjet që do të prekin ndryshime të kodit zgjedhor të bëheshin me konsensus, jo vetëm të dy partive të mëdha, po të gjithë partive që janë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Sepse shpeshherë reformat zgjedhore kanë prodhuar rezultate bipartizan të akorduara midis dy partive të mëdha në dëm të partive të vogla. Ndaj do të duhet që absolutisht të marrin pjesë edhe përfaqësues të partive të vogla në shqyrtimin dhe në hartimin e ndryshimeve që do t'i bëhen kodit zgjedhor. Partitë e vogla, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si aktor që ka funksion në një proces zgjedhor dhe gjithashtu edhe komuniteti i shoqërisë civile shqiptare që merret me të drejtat e njerëzit dhe me çështjet zgjedhore veçantë. Dhe pyetja e fundit, të paktën që nga viti 1996 që mbaj mend unë, gati 30 vjet, pra çdo 4 vjet, çdo 2 vjet kemi patur reformë, rregullime, ndryshime, reformë, prap reformë dhe kësaj radhe sigurisht kemi një apel për reformë. Çfarë garancish mund kemi sot që reforma do bëhet një herë e mirë dhe pas 4 vitesh nuk do kemi prap një ambasador OSBE që do thotë bëni reformën edhe plotësoni rekomandimet? Shiko, fakti që ne kemi pasur reforma zgjedhore në pothuajse në çdo proces zgjedhor që është zhvilluar në Shqipëri nuk është negative, sepse ligji zgjedhor është si një gjallësë e cila rritet, zhvillohet dhe ka nevojë për ndërhyrje gjatë gjithë kohës. Çfarë e bën të ndryshme
këtë reformë zgjedhore nga reformat e tjera zgjedhore. Ne jemi në prag të një procesi antarësimi në Bashkimin Evropian dhe është shumë e rëndësishme që për Bashkimin Evropian që rregullat e lojës për të ardhur në pushtet të jenë rregulla loje të qarta, demokratike dhe të pranuara nga të gjitha palët. Pra një nga le të them trysnitë më të mëdha që do ketë klasa politike shqiptare për të bërë një reformë të gjithë pranuar është pikërisht trysnia që vjen nga faktori ndërkombëtar. Atëherë shpresojmë që të ndodhi kështu. Faleminderit zoti Kuma. Ecë më tej.